është shumë i vështirë për disa arsye. Në ne është i vështirë për nga cilësia, sepse skuadra slovake ka një skuadër shumë të mirë, do të thoja, jo ekstra të mirë, por ka futbollist cilësor. Është një skuadër që luajnë që një periudhë së bashku, kanë një traditë historike të mirë në këto kompeticione dhe mendoj që do të jetë e vështirë me ta. Në aspektin e lojës si vendas, që në futbollin profesional po hiqet kjo terreni vendas musafir sepse kushtet po janë të barabarta, por në rastin ton është pak sa më ndryshe sepse do të luhet në një vend i cili nuk e njeh Kosovën, me një tifozeri e cila den me qenë shumë nacionaliste ose edhe në momente edhe me sharje fyrje mbi baza nacionale, ndoshta edhe me shprehje eksesive. Dhe edhe ky është një problem i të cilin do e bart ekipi ynë gjatë kësaj ndeshje në fushë. Ajo që unë mendoj jam i bindur që futbollistët tanë janë shumë të pjekur për me përballu një presion të tillë, dhe mendoj që edhe kanë cilësinë e duhur me përballu edhe një skuadër që është Slovakia.